Më realizova ëndrrën për patur një qendër të Platesit. Te politikanet tona shikoj mënyrën jo të duhur të veshjeve. Veshja nganjëherë tek Spiropali. Shikosh sot në konferenca, më fali, gratë i shikon me këmbë të hapura përballë një publiku. Kisha bërë një postim për Selin, ku vlerësoja atë si balerin, vlerësoja dhuntit e tjera të saj dhe sugjeroja që gjua vulgare tek balerinët nuk është kaq e fortë. Arjan Konomi hedh thumba vazhdimisht dhe fillon ti e torollaqe, lexova që Arban Osmani ti pastaj thon torollaqe dhe asaj. Ajo që unë po bëj është po ndjek rrugën ligjore. Tek Big Brother VIP, shikoj të gjitha media sociale, po janë kundra produksionit, e përkëdhelura e produksionit, sepse flet dikush tjetër, kamera është fokusuar vetëm tek Selin. Poza është vetja dhe mua më pëlqen thjesht për këtë mesazh që po jep që vlerat mund t'i gjeni edhe tek moshat e dyta e treta. Linda, mirë se erdhe në Bordeaux. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani përfundimisht ke ardhur në Shqipëri, apo jo? Po, u bë një vit e sa, gati 2 vjet që kam ardhur dhe realizova ëndrrën për të patur një qendër të Platesit, sepse solla 20 vjet para Platesin televizionin shqiptar dhe desha të realizoja dhe me një studio timen. E kam hapur, u bë disa muaj, jam tek Kontakti, tek rezidenca Kontakt. Ndërkohë të kthehemi pak pas në kohë. Si e kujton periudhën tënde tek Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit? Ishte një kohë shumë e bukur, shumë dinjitoze, sepse gjithë arti ishte përqendruar vetëm tek Teatri i Operës dhe Baletit. Aty artit akademik i jepej më tepër rëndësinë atë kohë, sepse arti kontemporan dhe modern ishin të ndaluar, madje edhe dënoheshin njerëzit, janë dënuar shumë artistë, koreograf, krijues, këngëtar, valltar e tjerë. Atëherë arti ishim ne epiqendra e gjithë komunitetit shqiptar, ishim ne që vlerësoheshim nga të gjitha artet e tjera se ishim të vetmit, por sot ndryshon, sepse arti kontemporan është jepet më tepër prioritet, është zhvilluar tepër dhe kjo është diferenca, ndërsa kushtet ishin vërtet shumë diferente, sepse atëherë ishin kushtet, nuk ishim kaq shumë komfort, edhe pse Teatri i Operës ishte si institucion, por shërbimi, kaloriferët mungonin, dushet mungonin, shpesh turnet e vështira me kostume në krah, rrugët e vështira, autobusat e vjetër, domethënë ishin shumë arsye që ne kemi bërë art në nivele shumë të larta, edhe pse nuk ishim kaq komfort sa sot. U morën titull, u morën gjerdanet të artë, u morën çmime të mëdha në ato kushte, edhe pse ishin shumë vështira. Sot është tjetër art. Unë gjatë kësaj kohe kam qenë jashtë, kështu që e shikoj, e ndjek. Edhe është gjë e mirë që arti i të gjithë llojet të arteve janë sot, domethënë, në nivele më të larta. Më pas shkove drejt Turqisë. Si e mban mend këtë fazë, kalimin nga Shqipëria në Turqi? Çfarë sfidash kishte, por dhe çfarë të mirash solli? Ishte një rastësi, në vitet 90 erdhi një kushëri i vjerrit në shtëpi, na erdhi si vizitor. Ky person ishte një biznesmen, na premtoi që do të na merrte në Turqi dhe do të na ndihmonte për gjetur jetën tonë më me cilësi, profesionet tona. Kjo ishte e vështirë, sepse premtoi, por nuk u realizua. Megjithatë, ne me forcat tona arritëm që mbas një viti të gjenim veten tonë dhe pak nga pak kur mësuam dhe turqishten, ne arritëm në nivelet unë burri. Edhe fëmijët në shkolla shumë të mira dhe me talente, me konkurse, me çmime të para, unë me tituj, me çmime dhe me një profesion në nivelet më të larta elitare të Turqisë, po kështu dhe burri. Si ishte kalimi nga baleti tek aerobia, pra në fushën sportive, dhe më pas tek krijimi i imazhit për VIP-at? Po, unë si fillim vajta si koreografe në 93-94, me sa më kujtohet, në konkursin e koreografisë që u bë në Turqi, u mora 2 çmime. Çmimin e parë dhe çmimin e dytë. I pari ishte në kërcimin kontemporan, kurse i dytë në kërcimin klasik. Dhe kjo ishte për mua ishte një hap i parë që më bë në shtetin turk, filluan media, domethënë duke shkruar, dhe kjo ishte për mua një sukses i parë imi. Pastaj vura re që aerobia, sportet pra fitness i aerobia ishin shumë të kohës. Fillova
fillova vajta që do psohem dhe vetë dhe pash që isha në nivelet më të larta se instruktorët e tjerë, sepse unë vi nga baleti që ka të bëjë lëvizja është e pajisur, është zbukuruar dhe me elegancën dhe me estetikën, gjë që këtë kërkonin njerëzit, pra përveç se trajnohen edhe t'jenë edhe më estetike dhe më prezentabël. Kjo bëri që unë të kaloj në fushën e fitnessit aerobis në vitet 95. Në këto vite unë fitova dhe përfaqësuesen e Adidas dhe isha e vetmja në ato vite që bëja show woman, që bëja show pra prezantimet e Adidasit në të gjithë Stambollin me masterclass. Bëra disa nga këto dhe fitova të drejtën e përfaqësueses. Gjasë kohën vija në Shqipëri dhe bëja programet aerobis në televizionin shqiptar në vitet e para 95, 97, 99. Kushtet e vështira këtu, sepse ishte koha e trazirave, me plumba, dëgjoja jashtë plumba gjatë kohës xhirimi, televizioni shqiptar nuk ishte kaq komfort, kishte probleme teknike, gjithsesi unë xhiroja, i leja këtu dhe vazhdoja në Turqi jetën time dhe profesionin tim. Kështu që kaluan mbi 10 vjet gati dhe mbas fillova programin e Pilatesit në Turqi, që ishte shumë i suksesshëm, sepse merresha me Pilatesin kurativ. Gjatë kohë duke trajnuar, duke formuar njerëzit, shikoja që ka defekte të tjera. Defekte s'mund themi ishin disa mangësi, që do të thotë, pozicionet e shtrëmta, qoftë para, qoftë krusje, qoftë mimikat e lëshuara, shikimi, gjestet, se që të bësh një njeri estetik nuk është vetëm, këto janë hallkat e një të tëre, pra nuk është vetëm forma, që të formohesh, pesha dhe forma, është edhe se sa ne i prezentojmë dhe si prezentojmë këto dhuntit tonat, apo këtë punë që kemi bërë, që ka të bëjmë me të ecur, me qëndrimin, me gjestet, me lëvizjen, me mënyrën e të folurit, është e folur efektive, janë disa faktor, mini faktor që bëjnë një të tërë, dhe kjo quhet image maker expert. Unë kalova në këtë fushë sepse ma kërkuan vetë klientela, panë që unë isha shumë vëzhguese dhe ma thanë që ti nuk mundet brenda trajnimit aerobis apo të fitnessit apo të pilatesit të edukosh edhe këtë fushë. Kjo është një fushë më vete dhe ti je një eksperte perfekte. Unë për këtë u trajnova vetë, për gjuhën e trupit, se ka qendra teorike shumë të mira, dhe si përfundim, e pasurova anën teorike me praktikat. Dhe hapa një qendër time në Turqi, në klubin Fenerbahçe, se aty punoja dhe si trajnere, përveç Fenerbahçes kam punuar në klubet më elitare të Turqisë dhe e pasurova sportin, e pasurova me imazhin, që do thotë mbasi trajnohen, mbasi formohen, pasurohen edhe me prezantimin e trupit të tyre, që është trupi që flet. Pra, trupi që flet është gjuha e trupit, është trupi që mbart flokët, veshjen, make-upin, do me thënë të gjitha ne aksesorët që ne mundohemi dhe kostojnë tepër dhe në qoftë se një trup nuk flet, në qoftë se një trup nuk ka gjuhën që tërheqëse, atëherë të gjitha këto shkojnë zero. Dhe ky ishte profesioni i tretë imi që instinktivisht kalohet shkallë tek më e larta që është qershia mbi tort. Në televizionet shqiptare, në programet që ndjek, a vëre gabime për mënyrën se si vishen, në stilin e tyre, në mënyrën se si paraqiten? Po, unë ka vite që i ndjek nëpërmjet internetit, sepse kam qenë jashtë, ndjek figurat tona, rastisht ndodhin parlamenti, mbledhjet, konferencat e tjera. Duket hapur qartë që nuk ka informacion për etikën në profesion, etikën, pra veshjen, etika, gjestet apo sjellja në profesion. Kjo duket në të gjithë fushat dhe kjo është e qartë, se nuk ka një shkollë këtu që të edukoj gjuhën e trupit apo prezentacione, që themi ne për qenë prezentabël. Në gjithë sektorët kërkohet njëri prezentabël, por gabimi është që mendojnë që prezentabël je vetëm nga floku, nga veshja, apo nga marka që ke veshur. Në fakt, siç e thash më parë, të gjitha këto i mbart një trup. Cili është defekti i trupit tonë? Jo vetëm pesha, si eci, si qëndroj, si jap dorën, si aprovoj, si dëgjoj. Këto janë disa pika kyçe kryesore që kanë të
të bëjnë me rregullat zyrtare dhe protokollare. Sigurisht unë më shumë përqendrohem te zyrtarët sepse njerëzit e tjerë, profesionet e tjera janë më të lirë dhe mund të tolerohet në veshje, në veprime, meqenëse në gjeste nuk mund tolerosh, se janë standarde këto, por sidomos tek zyrtarët tanë. Në përgjithësi tek zyrtarët tona, te politikanet tona, shikoj mënyrën jo të duhur të veshjeve. Pra, edhe pse i zgjedhin më të mirat, jo gjithmonë janë brenda kornizës të rregullave zyrtare, që do të thotë, janë modele që janë më tepër urbane, që janë domethënë për popullin e zakonshëm, i mund të jenë bohem, që janë pak më pra në atë sensiblen, që do thotë që sensibël janë veshjet që janë pak zharse, që janë me rrudha, me flutra, me pala, që ne i themi janë bohem. Prandaj këto ngatrohen. Janë flokët e mëdha të shpupurisura që tërheqin shumë vëmendjen, gjë që tek politikanet e vendeve zhvilluar nuk e shikojmë. Janë standard, janë të prera, janë do me thënë të sakta dhe të kornizuara. Këto nuk zën jakat e gjoksin e supet, nuk janë shumë shpupurisura, janë më të prera, që edhe jakat janë zakonisht jaka është ajo që tregon që unë jam zyrtare. Pra nuk respektohet jaka, nuk respektohet taka, lartësia e takës, i kanë shumë të larta. Momentin që hyn në parlament, unë i shikoj që me ecin me gjyq thyre nga që nuk përballojnë dot takat. Pra janë gjestet, është mënyra se si flasin, si hapen duart, si tregojnë me gisht, është gjëja e trupit bashkë me mënyrën e të veshurit dhe lëvizjeve. Këto nuk njihen fare në profesionet tona, as në ekran, as në televizion, as gazetaria, as sidomos politikanet. Kjo është një fushë që nuk është prekur këtu dhe unë kam dëshirë që ta prek përderisa unë për këtë temë unë shërbeva mbi 20 vjet në Turqi. Në fushën e politikës është dikush që të ka tërhequr vëmendjen qoftë për mirë ose për keq për mënyrën se si vishet? Në përgjithësi janë të kujdesshme, pavarësisht unë e shikoj në aspektin profesional dhe unë di të kap se çfarë nuk është e dur dhe për këtë bëjnë debate shumë dhe kur jap një opinion apo bëj një analizë, shikoj që edhe sulmojmë sepse nuk e kanë këtë koncept dhe unë i mirë kuptoj. Por ajo që më bie në sy mua është sidomos tek flokët. Veshja, siç thash, edhe flokët. Veshja nganjëherë tek spiropali, flokët tek spiropali janë tepër të me onde, janë tepër të trukuara. Pra, jashtë kornizës, gjithmonë floku i drejtë ose po që është shumë kaqurel mund të jetë më i prerë, pra më i edukuar. Pra, flokët e edukuar nuk kanë te spiropali dhe tek Vjosa Osmani. Pra, nuk janë tek spiropali dhe tek zonja Vjosa Osmani, që vazhdimisht i ka të dëndura dhe jashtë asaj kornize, do doja që të ishin pak më të edukuara te këto. Takat në përgjithësi pothuaj tek të gjitha, ndodh tek shumica e tyre. Ju kemi parë gjithashtu shpesh në panele të ndryshme televizive duke diskutuar për tema të ndryshme. Jeni ndjerë gjithmonë e kuptuar, e kënaqur nga diskutimet? Është pamundur dhe unë jam konsciente për këtë edhe e mirë kuptoj sepse përderisa në Shqipëri nuk ka një shkollë të komunikimit, pra nuk ka trajnime të komunikimit, të gjuhës trupit, të elegancës edhe të rregullave pra profesionale, është normale që do ndeshesh me persona të tilla apo me panele të tilla. Mua më ka ndodhur shpesh edhe që jam penguar në të folur ose jam ofenduar. Shpesh mendoj nganjëherë që ti lë fare mos shkoj, por e shikoj shoqëria më thotë Jolinda ti duhet vazhdor se ne kemi nevojë për këto jo këshilla se sa këto lloj sugjerime. Është një fushë që nuk prek dhe duhet ta pranojmë. Nuk ka një shkollë këtu të gjuhës trupit, nuk ka një trajnim për të trajnuar deputetët, politikanët, të gjithë profesionet. Nuk kanë manuale. Manual do të thotë rregullat kryesore të një profesioni, që është ekrani, është politika, është spitalet, është shëndetësia, janë profesorët. Nuk ka. Ti shikosh sot në konferenca, më fali, gratë i shikon me këmbë të hapura përballë një publiku, ose gjuha e trupit, duart përdoren keq. Unë për këtë për këtë u trajnova vetë, dhe kam 20 vjet që trajnoj edhe nivelet më të larta në Turqi, duke patur brenda edhe deputet, edhe ministra. Në një nga këto panele gjithashtu u përfshit në një diskutim me Arjan Konomin. Pse agravoi në tone kaq të rënda ky diskutim dhe a u zgjidh më pas patët mundësi për një sqarim?
Po, mendoj që ishte një mungesë informacioni të panelit, sepse unë para një jave, disa ditë para se shkoja e ftuar atje, kisha bërë një postim për Selin, ku vlerësoja atë si balerin, vlerësoja dhuntit e tjera të saj dhe kritikoja, ose kritik jo, por sugjeroja që gjua vulgare tek balerinët nuk është kaq e fortë. Kam 20 vjet, theksova që jam 20 vjet kërceptare e teatrit operës, gjithmonë kemi patur xhelozira, debate, keq kuptime, grindje ka ndodhur, po me një gjuhë 24 orë ose kaq gjatë, kaq rënd, nuk kam dëgjuar. Shkruaj aty 20 vjet në teatrin e operës. Këta të panelit nuk e dinin çfarë kisha shkruar, sepse kishin ardhur aty, pra erdha spontanisht në atë kanal, dhe kur unë flas për anët pozitive të një balerine, cilat janë anët pozitive, që është më disiplinë, pra profesioni i baletit është pa e mbaruar fjalën, fillova të bullizohesha. Balerinat janë një lloj si pastruese, balerinat janë dhe intrigante, dhe unë këtu shokova, sepse një person, gazetar, që pretendon që është gazetar, si ka mundësi që, si shtohet vetë pas ka patur dhe një shoqe balerin të tijën. Elajda, si e ka pasur emrin, nuk më kujtohet se nuk kam qenë në Shqipëri, dhe arrin dhe njollos kaj tepër, demigron kaj tepër figurën e balerinës, mua më bëri përshtypje. Dhe kur unë flas mirë për balerinat, që të ngreja dhe figurën e Selinit aty për vlerat që ka ajo, dhe demigrojt kaj tepër, unë them, më pyet po meshkujt, me tendencë, pra po mirë gratë që kanë të mira, po meshkujt si janë, me tendencë përsëri nuk i përgjigjen, përsëri anashkaloj, disa herë balerinat janë intrigante, ose gjithmonë për të ulur figurën e balerinës, dhe në fund fare mua më takon ta pyes çfarë ka ndodhur tek juve që jeni kaq, domethënë, kaq mllef për balerinat. Ju ka lënduar dikush, mashkull apo femër, me që pyet vetë si janë femrat dhe si janë meshkujt. Atëherë, kjo e bëri këtë Arian Konomi që të mos i vi mirë, sepse thumboi disa herë sa i riebartuar ti që nuk ishte tema e divorcit aty apo martesës, të cilat unë kam përmendur vazhdimisht për t'i dhënë mision mesazh të gjitha grave shqiptare që të kenë kujdes mos të prishin familjet, pra gjithmonë jap mesazhe të tilla, dhe këto nuk ka nevojë që të prekeshin atë emision përderisa Arian Konomi i hedh thumba vazhdimisht. Dhe në fund kur unë pyes për këtë, ati si duket nuk e di pse nuk i erdhi mirë, është punë e tij, dhe fillon, ti e torollaqe, ti e nuk e si ato rrugacet. Unë fakt u shokova sepse pash që nuk ishte arsye të ofendonte, kur vetë pyeti 3-4 herë dhe nuk u keq kuptua, përse duhet keq kuptohesha unë kur e pyes. Dhe më pas, mbas programit, kur filluan pastaj miqësia, njerëzit që më njohin, Linda mos u merr me të se ai njihet për skandale, ai është dhunuar nga programet e përputhen. Lexova që Arban Osmani ti paska thënë torollaqe dhe asaj. Prandaj e kuptova që kam të bëj me një person që njihet për këto skandale, e kuptova që misioni i tij është mendova këtë, personat që nuk kanë punë dhe nuk kanë hapësira për të punuar, gjithmonë kërkojnë këto mënyra për të punësuar në për kanalet, për të krijuar skandale, për të krijuar sensacione, dhe mua nuk më shqetësoi kjo. Ajo që unë po bëj është po ndjek rrugën ligjore, kam bërë aplikim tek këto autoritetet e medias. Praktikisht për këtë diskutim që ju nuk patët ose nuk e gjetët rrugën e mesme për të sqaruar, ju jeni drejtuar një institucioni tjetër. Por besoj, unë kam mësuar shumë nga turqit, edhe unë shqiptare jam, nuk kam zbritur nga qielli, por ti është bashkëpunuese është gjë e mirë, sepse kemi edhe mision. Unë moshën tim unë jam moshë e pjekur dhe gjithmonë në për shoqata dhe në për organizatat kemi misionin për të qenë në paqë, për të bashkëpunuar. Sapo dola nga programi, megjithëse isha shumë e shokuar dhe e lënduar, thash pse mos ta përshëndes. Ditën e mirë Ariani, thash ishte në korridorin e Top Channel. Ditën e mirë, por rinte po pinte cigare dhe ishte i mërzitur. I thash ditën e mirë, thash ta bëj timen, sepse pse jo. Në qoftë se ke ndonjë paqartësi për balerinat apo unë nuk e kuptova pse ke kaq shumë lef, në qoftë se do për këtë temë bisedojmë një ditë të veçantë. Nuk foli fare, ditën e mirë dhe u largova. I dhash një mesazh që unë jam e hapur në qoftë se do. Nuk u ndje fare, mbase kam menduar që nuk e di se çfarë ka menduar, por unë po tisha do ta bëja një takim të tillë. Megjithatë kjo është personale dhe unë tani po vazhdoj e para duhet kërkoj falje publike njerëz, sepse nuk i takon një gazetari. Nuk është se e lindës. Nuk mundet një grua për 8 marsi në vend që të marrë një tufë me lule aty, të njolloset kaj tepër. ABC-ja e gazetarisë është të dish më shumë të dëgjosh,
të marrësh informacione dhe ta përcjellësh në kohë reale, dhe siç është. Transparencë. Prandaj personat që pretendojnë që janë gazetar, duhet e para kulturën të dëgjuarit. Kjo mungon në përgjithësi. Në gjithë botën bëhen debate, por jo në këtë nivel që kemi ne. Në asnjë kanal, mua më erdhën mesazhe nga Italia, linda atë që ka bërë Ariani ty, po të ishte këtu, do ishte mbyllur kanali, do ishte dënuar edhe vetë personi, sepse nuk lejohet gjua kaq vulgare. Kjo ndodh tek ne edhe në politik, ndodh në parlament, ndodh në për panele, në për kanale. Do ta ndiqni ligjërisht pikërisht? Patjetër. Jo për vete, më tepër thjesht për dinjitetin e gruas, thjesht për të treguar, për të dhënë mësim këtyre gazetarëve në thojza se sot gazetaria në Shqipëri është puna më e lehtë që mund të bësh. Pa marrë kulturën, pa u trajnuar për gazetari, pa bërë të paktën një vit trajnim siç bëjnë dhe jashtë, aty ku kam jetuar unë, një vit trajnim vetëm me ekranin. Dhe ka një gjë, në qoftë se do të ishte një fjalë, më falni, edhe fjala më e thjeshtë që përdorin këtu vazhdimisht o idiot, në Turqi mbyllet kanali 3 ditë dhe direkt ndërhyn autoriteti i medias, pa aplikuar. Ndërsa këtu dashka ta ndjekësh vetë. Megjithatë unë luftoj ta bëj deri në fund sepse është më tepër kaos kjo, nuk ka të bëjë vetëm me mua, unë nuk kupton kjo është një kaos. Të demigrosh një person, një grua. Big Brother VIP apo Ferma VIP? Kë keni ndjekur pak këto kohë? Unë Big Brother e kam ndjekur në Turqi, kur isha vetëm fragmente që më kalonin në media sociale dhe nuk kam qenë përqendruar se kam qenë jashtë dhe me angazhime tjera. Këtë vit, sidomos këtë vit po e ndjek. Tek Big Brother VIP, besoj që nuk është vetëm mendimi im, po shikoj të gjitha media sociale, po janë kundra produksionit. Janë kundra sepse po bëhet hapur një mbrojtje një personi. Unë po t'isha me statusin që kam, po t'isha një këngëtar siç ka aty këngëtara, po ka njerëz që kanë një background dhe status, kur shikoj që mbrohet kaq tepër një person dhe kaq hapur nga një produksion, unë do t'isha larguar. Do t'isha larguar për të bërë një sfidë ose disa persona të bëheshin grup dhe të largoheshin. Kjo do t'i jepte mësim të gjithë mediave që të kenë kujdes në këto raste, sepse nëse votat nuk shikohen, pra nuk janë transparente, siç ndodh në Turqi, kur ka raste tilla, mesazhet që vijnë në X numër telefoni janë të gjitha transparente, tregojnë se sa mesazhe kanë ardhur dhe kjo është transparencë. Megjithëse kudo ka abuzime në mënyra të ndryshme, por në këtë rast në Big Brother VIP është hapur që në fillim fare dhe unë e kam përsëritur dhe tek postimi që kam bërë është e përkëdhelura e produksionit, sepse flet dikush tjetër, kamera ishte e fokusuar vetëm tek Selin. Flet Miri, i ndërpritet fjala, kamera tek Selin. Grindet Rogerti me dy të tjerë, kamera vetëm 3 sekonda tek ai, 7-8 sekonda, 10 sekonda tek Selin. Pra është bërë qartë që në fillim që është një mbrojtje e madhe, edhe e dukshme. Kjo ul besimi sepse është një kanal prestigjioz dhe nuk ja përshtas, nuk duhet të ndodhi. Ndërsa tek Ferma VIP akoma është fillimi dhe edhe kjo do të ketë mangësit apo ato favoret e saj, por figura e Mozës më bëri përshtypje dhe mendoj që është një lloj sfide që po bën ekraneve të gjithë kanaleve, t'i tregoj që jo vetëm moshat e reja, por edhe moshat e pjekura mund të transmetojnë vlera, mund të prezantojnë vlera dhe janë pa bërë zhurmë, pa bërë skandale, mundet që të arrihet që të ketë më shumë ndjekës se sa një person që bën zhurmën. Sepse që ti jesh sot, ti jesh me vlera, duhet eksperjenca është me moshë. Nëse nuk ka moshë, nuk më thuash që ka eksperiencë. Prandaj, Moza në këtë rast është një faktor, është një lloj vitrine që i tregon komunitetit, unë jam këtu me mençurinë time, me pjekurinë time, eksperiencën time, por kryesorja unë jam vetja. Mirë keq ajo e lëshon veten. Pra, siç është, edhe mua më pëlqen se është pak rebele. Unë jam e tillë, sepse unë jam artiste, familjen i kam artist, djemt, pra edhe artist pra me nivele që kanë fituar çmimet para në Turqi. Jo thjesht autodidakt me veten e tyre, por në edukimin akademik kanë fituar çmimet para, dyta, treta. Dhe një artiste si puna ime e kupton edhe botën e Mozës. Artisti është gjithmonë po të shikoni edhe fotot,
kur tregojnë profesionet, artistin e tregojnë me kokë poshtë, se është ndryshe nga tjerët. Dhe moza është vetja, dhe mua më pëlqen thjesht për këtë mesazh që po jep edhe medias, edhe komunitetit, që vlerat mund t'i gjeni edhe tek moshat e dyta e treta. Ju keni marrë një ftesë për të bërë pjesë e këtyre programeve, nëse jo do t'ju pëlqente si ide? E kam menduar, por në 2023 ishte, po, para se im shoqë ndronte jetë, po, në 2023 unë kam marrë ftesë, isha në Stamboll. Po të shëtisja me djalin në bulevard, kur më vjen telefon dhe nuk ja vara, thash kush është ky, po numër shqiptar, se nuk e kisha regjistruar. Jemi nga Top Channel, madje emrin tash e kam regjistruar dhe emrin, po u bë vite dhe nuk e pash. Nuk më ka interesuar. Linda për Big Brother, je gati, dhe unë në fillim u gëzova shumë se doja, gjithmonë pasaj bëra llogarit, do leja punën, do leja shtëpinë, djem do t'i merja me vete, se do t'i gatuaj dikush, pra, do t'leja shumë detyrime. E para do mbyllja qendrën time që kam në Stamboll, se unë kam qendrën time, kam 7 vjet që kam hapur Linda Linda Studio, duhet të mbylli atë, duhet të leja djem vetëm atje pa 3-4 muaj që do të nuk e di se sa, dhe ishte pak e vështirë. Pra, këto kritere nuk u përshtatën edhe unë e refuzova. Sot, gjithmonë çdo kush mbase ka këtë mendim apo dëshirë, unë kam këtë dëshirë, po kam edhe atë frikën që jam pak troç dobra, thot turku, gjithmonë më marrin edhe në media turke, sepse unë jam troç. Unë e them siç e mendoj dhe ata i thon dobra kësaj. Jam shumë troç, ngacimimet e shumta, duhet jem shumë e kontrolluar. E para unë nuk lëndoj njëri, gjithmonë debatoj, po pa lënduar. Në gjithë debatet e mia nuk gjen asnjë fjalë lënduese, sepse është detyra e një imazh maker kreator që duhet jetë etik. Kam debatet forta, reagoj, jam impulsive, por nuk e di se sa do doja t'isha. E di përse të tregoja ato që mungojnë Shqipërisë. Ti tregoja, ti ndihmoja ato që turqit e marrin me lek, paguajnë shumë për të marrë një orë për imazhin e tyre, thjesht për të kontribuar në komunitetin shqiptar nëpërmjet kësaj skene, këtij ekrani. Rregullat e komunikimit, pra të tregoja disa gjëra, eksperjenca që unë i kam marrë atje dhe t'ja transmetoj dhe t'i shërbej komunitetit tim. Fitova, s'fitova, nuk ka rëndësi. Unë për këtë do doja t'isha. Linda, faleminderit për bisedën dhe që u bëre pjesë. Faleminderit.